Podujeva. Mërgjimtari Memi Stublla është një humanist I madh, I njohur për zemrën e tij të madhe dhe ndihmën e vazhdueshme ndaj të tjerëve. Ai nuk haron asnjëherë vendlindjen e tij, Podujevën, ku vazhdon të kontribuojë me dashuri e përkushtim për njerëzit në nevojë. Unë jam Memi Stublla, përnyshje Memi. Unë jam për vitet 90 jetoj dhe punoj, veproj në Perëndim, në Gjermani. Për vitit 92, do më thonë 34-5 vjetë sa pëpohën, kom punu këtë kohën, jam angazhu për familje, jam angazhu për qëtë ven, jam punu me bu diçka paka shumë për qëtë ven. Në kohën e pandemis, kur vendi ka pas mas shumë të nevoj për ndihmë humanitare, kom donacion për spitalin e Podujevës, me sene higjienike për çdo sen që ka pas nevoj vendi në atë kohë. Kur akon çdo sen e bllokune, po në vitin 2022, kom arrit në bashkëpunim me një grup shokësh atje, edhe kom arrit me bo përmi 2000 elemente ose njësi për shkollat e Podujevës, për shkollën Fanoli edhe Gjergj Regaliu, 3 kamiona me sene pajisje të shkollave, karrika, banka, mikroskopa, sene kunrazjarrit, tavulina, çdo sen që ka pas nevojë shkolla. Pse ki vendos me ndihmu të tjerë? Unë si nxënës, si fëmijë I një mësuesi, se baba ka qenë mësues 42 vjet, edhe kom pa të arsyme duke kom ditë nevojat e vendit, kur kom ditë nevojat e nxënësave që të rinis që ke më të mirë në botë edhe më të rinë, edhe kom pa të arsyeshme që edhe në muj me bu diçka, sikur tjerë që mos me harru vendlindjen. Po besoj që ky vend ka bu për mua më shumë se une, edhe ju mënu paka shumë, mu lidh me vendlindjen, mi lidh familjen, shoqen, fëmin, që me kontribu për këtë vend. Më kontributën komu të Podujevës, kom marru 3 shtëpia dhe I shtash për nevojat, për personat me nevoja. Si ka qenë reagimi tyre? Është I papërshkrueshëm. Ç'është ka voti mundjen atë moment? Është një sen që nuk u menua që do të muj me të arritja ato. Po besoj që ky vend ka bërë për mua më shumë edhe sado ku do në jena ci vendet edhe ja kena borç, duhet për këtë vend me bu diçka. Po, a mendoni që njerëzit këto janë gjithashtu bamers, humanitar, atë se ty para shumë karami po këto? Po, janë humanitar, janë njerëz me zemër të hapur dhe gjithmonë shqiptari ka pas mbujarin gjithmonë. Kjo është pjesë e jona e pandashme historisë tonë. Ai gjithashtu na rrëfen se sa e vështirë është jeta larg atë dheut dhe mallin e madh që ndjejmë për vendlindjen. Megjithatë, Memi I qëndron besnik traditave shqiptare, duke I ruajtur me dashuri, sidomos përmes ushqimit tradicional, që për të është një kujtim I gjallë I shtëpisë. Sa të ka ndihmu kjo kur ke për shembull personin e zemrës afër teje që të ndihmon në këto aspekte? Po ai mos e kisha pas programin e gruas, suksesi që shkoni pa arrit shumë. Po bashkëpunim me gruan edhe me fëmijë, çdo sa është. Si ka qenë historia e dashurisë tuaj? Se dim që atëherë ka qenë kohë më ndryshe. Dashuria atëherë janë konë është pak më ndryshe konë, ai na njoftu kështu. Na njoftue edhe tani kena vazhduar atë një periudhë dikun 1-2 vjeçare, tani ka filluar lidhja. Edhe kena vazhduar jetën në Gjermani, prej 92-s. Si ka qenë jeta juaj në Gjermani? Shumë e shtirë. Po me atë mendimin që na po shkojmë në Gjermani, po punojmë në 3 muaj deri 6 muaj, edhe po bëhet mirë po kthehem, edhe bëm plot 34 vjet. Sfidat e mëdha janë mas që sjarojnë jetë lotë nonës. Lotë nonës kur më ka thonë rrugamar ndër të borrit, ajo është një sen që nuk harrohet, po ai mbet gjithmonë. Çdo mbrëmje, çdo sen që ajo është një sen që kujtohet. Statistikë edhe këto që unë jam më I kënaqur që në shtëpinë time, në familjen time, folet shqip dhe vetëm shqip, dhe mënohem që familjen tonë me përcjell edhe me rrit, me edukua me ushqimet tona tradicionale që kena, dhe pse jena 2 kilometra larg Kosovës, është kënaqësia jona që më marr me ushqimet që kanë bënë nona tona përpara.
A i bën edhe atje këto ushqimet, flijat, Gjitha me flija, me fitet, me kret, dhe mundohëm që të sanet tona. Nashta nuk është sikur këtu, po gjithsesi. Ato traditat tona, besoj që duhet t'i përcjell me brezat. A mendon që duhet traditat të gjitha, ju përveç ushqimit mi përcjella, kishe pas dëshirë që fëmijët e tu mos mi harru asnjëherë këto traditat, mu përcjella edhe nipat edhe kështu me radhë? Unë jam për këto gjona jam shumë i ndjeshëm, shumë i prekëm, edhe me asnjë sen botë si ka ndryshuar traditën edhe kulturën tonë. Është më mirë në botë. A keni shoqëri atje në Gjermani, arreni bashkë shqiptar me shqiptar ku takoni? Është ai emocioni pak më ndryshe kur e din që është shqiptar. Për neve na jena si familje aty në familje gjonë, edhe kena shqiptar këshitreva tjera të Kosovës, po edhe disëve të tjera të Shqipërisë dhe të Maqedonisë, po ku kalojna çdo vikend, çdo festa. Po, këtë së bashku. Po. A janë edhe ata kështu me tradita, se më duket shqiptarët mërgem njërë edhe shumë patriota, se më nëjë që e dinat dhimtën e Kosovës që i merë malli. Po i zakonisht, po edhe ontrën e shërë Zhvenlindja. Çdo sen ontra ju të Zhvenlindja. Po, e vërtet. Po, edhe ato sene na, po më nëhëm, mi përcjell të brezat tonë, që në tarmen e ata të shkojnë bezat brezi. Po, a i kështë propozu tjerve me shku me jetu jashtë vendit, me ndru? Është një temë shumë e ndjeshme, është një temë shumë e ndjeshme. Unë për veti 35 vjetë gati tjetës teme i hupa në gërbet, po tash kushtet kanë qenë atë votë, këta të rritë besoj që në Kosovë ka vena të lirë punës, ka perspektivë, ka armëri, edhe besoj që tarme Kosova do të lërgjaj, qysh është të lërgju. Memi është shembull i mërgjimtarit që edhe pse larg nuk e haron vendlindjen, me zemër të